Donald Trump ka komentuar mundësinë e një mandati të tretë duke mohuar skenarin që ai të kthehej në shtëpinë e bardhë si zëvendës president për ta anashkaluar kufizimin kushtetues. Ai tha se ligjërisht një gjë e tillë mund të ndodhte, por e quajti shumë të stërholluar dhe të papranueshme për publikun. I pyetur për emrat potencial republikan për zgjedhjet presidenciale të vitit 2028, Trump vlerësoi lart sekretarin e shtetit Marco Rubio dhe zëvendës presidentin J.D. Vance, të cilët sipas tij do të ishin të pandalueshëm nëse bashkoheshin. Ai tha se aktualisht gëzon rezultatet më të mira në sondazhe, por kur u pyet sërish nëse po përjashtonte një mandat të tretë, Trump la të nënkuptonte se çdo gjë mbetet e hapur. Një avion luftarak dhe një helikopter ushtarak i nisur nga një aeroplan mbajtëse amerikane u rrëzuan në detin e Kinës Jugore brenda një periudhe të shkurtër kohore. Të gjithë anëtarët e ekuipazhit u shpëtuan dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore, njoftoi flota e paqësorit e ushtrisë amerikane në platformën X. Shkaku i dy incidenteve ende nuk dihet dhe tashmë është hapur një hetim. Pasi u ngrit nga aeroplan mbajtësja, helikopteri modelit MH-60R Seahawk u rrëzua gjatë një misioni rutin të dielën pasdite, përafërsisht gjysmore më vonë, një avion luftarak FA-18F Super Hornet u rrëzua në detin e Kinës Jugore. Raportohet se ishte gjithashtu në një mision rutin. Ushtria amerikane nuk dha asnjë detaj se ku saktësisht në detin e Kinës Jugore ndodhen të dy incidentet. Vladimir Putin aktivizon ushtrinë për të mbrojtur Kremlinin. Është ky imazhi që po bën xhiron e rrjetit, ndërsa Ukraina ka nisur të sulmojë Rusinë në zemër të saj. Ministria e Mbrojtjes njofton se ka rrëzuar 193 dronë gjatë orëve të fundit, me 40 prej tyre në rajonin e Moskës. Mbretëria e sulmit ukrainas ka detyruar autoritetet që të mbyllin përkohësisht dy aeroporte pranë kryeqytetit, ndërsa ka pasur shpërthime në disa zona. Nuk ka raportime për viktima apo të lënduar, por vetëm për një zjarr që shpërtheu në një depozit nafte. Presidenti rus Vladimir Putin duhet të jap fund luftës në Ukrainë në vend që të testojë raketa. Kështu është shprehur lideri amerikan Donald Trump në bordin e Air Force One. Ai quajti të papërshtatshëm kolaudimin e raketës së re ruse me fuqi bërthamore. Meksika ka nisur celebrimet për ditën e të vdekurve. Bulevardi kryesor i Mexico City u transformua në një spektakël me skelet që ecin, ndërsa qindra pjesëmarrës u veshën si La Catrina, duke bërë paradë në kryeqytet. Pjesëmarrësit pikturuan fytyrat e tyre dhe qepën kostume të detajuara për të portretizuar karakterin ikonik meksikan në një prej eventeve vjetore më të mëdha të atij shteti. Parada është një nga festat e shumta që mbahen në mbar Meksikën për ditën e të vdekurve, një traditë prehispanike në të cilën nderohen ata që kanë vdekur dhe celebrohet vazhdimi i jetës.